Muajt e parë të këtij viti kanë përgjakur rrugët e vendit, ku me 10 aksidente rrugore janë regjistruar në pak muaj, të cilat kanë lënë pas disa viktima. Për qytetarët e Florës, shtimi në numër i aksidenteve rrugore është një fenomen në rritje, i cili jo vetëm që nuk po ndalet, por as nuk po minimizohet. Qytetarët rendisin si faktorët kryesor të shkaktimit të aksidenteve rrugore drejtuesit e automjeteve, për të cilët thonë se drejtojnë makinën nën efektin e alkoolit apo lëndëve narkotike. Ndër të tjera, qytetarët nuk lënë pa faj as këmbësorët, për të cilët thonë se kalojnë rrugën në një krah në tjetrin, ku të mundin, duke u kthyer në rrezik aksidenti. Ata kanë edhe një apel drejtuar të rinjve të mos të i kalojnë shpejtësinë e lejuar në akset rrugore, teksa thonë gjithashtu që duhet edhe ashpërsimi i ligjit. Tash ka hikin shpejt valla. Edhe u ka makinë, për shembull. Edhe shumë vi nga centralja, për shembull, vi këtu, e kam vend biçikletë. Po unë të them drejtën, nuk kam qilluar ndonjë me makinë. Çoku më qillon ndonjëri, hikin shpejt. Mos bëhet hikin shpejt njerëzit. Pse do nxitohen? Hikin shpejt. Sidomos tu brenda për brenda. Kur ikën andej në rrugë të mëdha, që s'ka dhe shumë, dhe pa të kujdes. Kur ikin shpejti, kara se frenon e nuk të se frenon. Pa përjashtim, këta të rinë duhet të kenë kujdes, të ikin avash. E kupton se, e di që do të vrash tjetëri me makinë. Ose të japri makinë. O shteti, unë kam parë policët vinë, ndrynë, kur ati unë. Po ta që do këtë ajë polica në çdo vend kesh, në çdo 100 metrë në 2 policë. Është pa mundur. Pa mundur. Se do ma i shteti, gjitha ta policia. Në ashpërsuar ligjet? Unë po të arri që të shtyp në një kotë. Atje, pa tjetër ligjë duhet kërë që të fushim bërta. Po pa kujdesia, djetë, që se rrugë shkon atje ku është kalimi. Kush është fajtor? Kështë ti si fajtor? Jo. Fajtor ka është edhe njeriu që nuk kalon atje ku duhet. Fajtor në shoferi që pinë një qikë drogë ose pinë qikë raki edhe ikën në mëndja sistemi drejtivit edhe shtyp njerin. Për plasët. Këta të rinë në timon, si përshkruan? Po të rritë janë pa dokumenta. E shkelin ligjin? Pa tjetër shkelin ligjin. Pa dokumenta. Po çfarë duhet bërë, si eshe? Po do vëdisën dhe përshavash. Me? Dhe e kuptojnë. Me në shqipë sistemit, do verëse gjitha njëherë që nuk bëhen. Mendon se duhet ashpërsuar më tej ligji, ndoshta nga masat më të mëdha? Ligji e mban. Ligji e mban gjallë, çdo gjë. Faj para se ajo ndodhi në shoferi, pinë, alkoolizohen, pinë drogë, dhe këmësorët nuk mban shpejtësia dhe alkooli. Kjo duhet bëne të qeveria shëndërmjetësi. Duhet marrë masat aspra, të konohë se aji që i betonerës aji nuk ishe patent. Ka dhe që lëvizim pa patent. Pa patent. Nëse kusë fajtor këtu, është policia, të mund. Po këmbësorët, kanë faj? Po, 20% është e këmbësorëve. Pse? Pse është faj i këmbësorët? Po, është faj i këmbësorët se ja të kalot që aty. Amba përgjithë të shoferë, më zdo të kaloj aty. Unë kaloj, dhe kaloj. Po gabimi e shtimi. Ndërsa përsa i përket qytetit të Florës, qytetarët sugjerojnë si zgjidhje vendosjen e semaforëve. Semaforës sipas tyre u japin mundësi nga njëra anë kalimtarëve të kalojnë në vizat e bardha, duke u ndier të mbrojtur aty nga drejtuesit të automjeteve, dhe nga ana tjetër, semaforët janë sinjalistikat edukuese edhe për drejtuesit të automjeteve, të ndalojnë dhe të japin përparësi këmbësorëve në vendin e tyre. Po, e kam dëgjuar nga lajmet, e kam vërejt. Në Vlorë, për shembull, mungesa e semaforëve. Është shumë e vështirë, ja. Duhet kaloj unë, shkoj tek vijat e bardha, jam me fëmijën e vogël. Tani unë do pres. Ai nuk ndalon. Unë duhet kaloj, atëre si mund të kaloj unë? Kur ai nuk pret dhe unë duhet kaloj. Si të bëj? Kjo është zgjidhja. Semafori është dela atje që sinjali që e kam drejtën unë, bashkë me fëmin, kaloj unë. Nuk e kam të drejtën, do pres, kështu edukohet dhe qytetari.
edhe këmsori, se dhe neve kemi gabime. Ne për shembull, unë e marr vajzën që tani dua ta mësoj që tani, që do të them do shkoj tek vijat e bardha do kalojmë. Që kjo kur të rritet ta konceptoj që kalohet vetëm tek vijat e bardha këmsori. Nuk kalohet shëndet. Ky është koncepti. Aksidenti tragjik në Fusharës, i cili la pas 4 viktima, krahas tragjedisë së shkaktuar me humbje jete, solli në vëmendje edhe njerë fenomenin e rritje të aksidenteve rrugore që përgjakin çdo ditë rrugët e vendit. Mesatarisht, çdo ditë në Shqipëri, pavarësisht pasojave, ndodh një aksident, mes të cilëve bizotrojnë ata me dëme materiale, por nuk mungojnë as aksidentet me pasoja humbjen e jetëve.